Ligje shumë mirë. Prindi procedurës penale. Prindi është përgjatë në aspektin civil. Nëse ma gjonë që atë dispozit në këtë penal qekës, ose në këtë procedurës, atë ka qashë më diskutuar. Përvequ prindin në bërë, që ka pos mija vepër penale. Ne kemi pa për shembull rastet e fundit, mos të marrëm edhe Serbina që e vrajti fëmijën, edhe raste tjera, ku ne dim që secili fëmijë në moshën e përgjegjësisë penale, prindit thirrët në përgjithësi. Ku e kem një rast sot që një prind është nevojë të dënimit, pse fëmiu vetë ka kryer një vepër penale në moshën madhore, në moshën 14 vjeçare, është fjala kur është përgjegjësia penale. Nuk kem raste, na do me dënue ka kryer fëmia e me dënu prindin. Ashtu thotë ligji. Ligje shumë mirë. Prindi është procedurës penale. Prindi është përgjatë në aspektin civil. Po, për domet e për to, në aspektin e kryer veprës penale, po më janë shumë grave, nëse ma gjonë që atë dispozit në këtë penal qekës, ose në këtë procedurës, atë ka qashë më diskutuar. Përvequ prindin në bërë, që ka pos mija vepër penale. Nuk është vetëm një ligj, janë shumë ligje, është ligji shërbimit social, ligji i familjes, ligji për mbrojtjen e fëmijëve. Ligji i familjes në parashë. E parashojnë, është sanksionimin, para 2 vite, gjithë ligjin e familjes. Fjala për përgjegjësinë që e ka prindi. Përgjegjësi në aspektin civil, kur shkakton dëm dikon apo, në aspektin penal, nëse personi e kryen veprën penale, baba përgjigjet, po nëse vran baba nuk përgjigjet. Absolutisht në asnjë rast, me këtë penal që përgjegjësia me vepra penale. Edhe për që ato, mja marë prindrimin. Një flis, është masa e fundit. Jo që ta këj me shumë bërë, prindin me shumë bërë. Është këndë konveta ndërkombëtare, këndë kushtetuar, këndë ligje, këndë kërë. Jo, atëre po bëmi tolerant, po bëjmë të bëjnë çka dojnë, kush dojnë. Aspekti familjes edukimi, por jo me që prindin bërë, gëjnë dërum. Ka elementi ku prindi mundet me kry vepra penale për shkak të mos kujdesit e tjera. Pra, me lanë armën në vend të ekspozum, ku fëmija mas ne e merë, është çështje tjetër. Ose me obligu me bu veprimet e cilat indalën ligji. Pra, ti nuk mund është mi thonë fëmijës pi alkohol 14 vjeç, se është shtytje për me pi alkohol dhe është ndalume. Ligji nuk e lejon. Mi thonë shko blema. Edhe me shku me ble, pra, shkej ligjin, dhe është procedurë të cilën duhet me e trajtu. Po, probleme në familje, të kësaj natyre, pra, të kujdesit prindëror, nuk zgjidhen shumë me burg, këto nuk me kuptu, dhe nuk zgjidhen me arrestime. Zgjidhen me trajtim social, me trajtim but, me edukim. Në rastet se përsëriten, atëherë vinë masa tjera, pra. Na dështojnë me pas kontrol të masnej social, të mbikëqyrje sociale të procesit. Nëse ti e ke nëzoni fëmijë të ble duhan, e mja që babës, e ke marrë, e ke trajtu, e ke eduku babën. Nëse nëzën herën e dytë, shkon kujdesi. Kreshne ka kemi programe për këta personat qoftë që arrestohen apo dënohen? Dëgjëm, tash, duhet me pas një element shumë të rëndësishëm për shkak se neve sot edhe janë edhe të na pa viktima potenciale. Në rrasë na sot jenë ato jo që ketë mesazhin që s'ka kush ju mbron, më në që është gabim pra. Na jena të diskutu për avancim të sistemit, jena të diskutu për qasja alon më të mirë ndaj problematikës. Ka adresa. Ka adresa dhe viktima në Kosovë përvoja na ka tregu që ata që kanë raportu, ata që kanë kërku ndihmë, i kanë punë pak më mirë. Nuk i kanë mas mirë të imbot, po pak më mirë i kanë se sa ata që e kanë shef problemin edhe sot e vujnë problemin më nda shpive tyre. Dhe ato që përdu me thonë sot është që nëse keni probleme tila do të me njëherë me kërku ndihmë. Në rrasë se nuk i gjoni të qendra për punë sociali, keni me gjithë dikon, i cili ka vullnetin e mirë në Kosovë, mjë një mu për me që rastin për institucione. Se keni gjithë, shërbimi stërgus, po ashtu që e ka përgjithësi, mandat. E merrni e thini prokurorin, se keni gjetë prokurori e merrni te gjykata, se keni gjetë gjykata, keni me gjetë media të shoqënia civile etj. Pra, unë kam pasur 10 raste kur viktimat s'kan mujt me gjetë mbështetjen. Te njëri për institucion. I kom orientuar te tjetër. Edhe kanë mujt me gjetë. Ka shku viktima edhe unë në familje, ka raportuar në polici, e kemi pa që se ka trajtu polici që duhet. E ka thirr prokurorin. Është mbikëqyrës direkt e ka trajtu rastin. E kemi pa që s'po mundet me gjetë mbrojtje ligjore të avokat normal. Kemi qute ndihma juridike falas. Për çdo arsye duhet me kuptu dhe viktimat, që nuk jena në zero. Jena i të folë për avancim, dhe tash na duhet me trajtu dhe me bo presionin që kjo situatë më ardhë në gjendje më të mirë dhe më normale. Po i bëj këto për shkak se mundet me pas shumë njerëz të cilët janë të na këshillojnë me thonë, ok, s'kam sot ku me raportu.